shteti vazhdimisht ka mi pas sfidat e veta, qoftë në marrëdhëniet ndërkombëtare, qoftë duke u marrë me forcimin e ekonomisë dhe zhvillimit të vendit, qytetari mundet mu lodhë. Po nuk është detyre qytetarit mu morë me politikat e mloja shtetnore, se për që ato a i delegon të zgjedhurit e vetë. Qytetarit nuk po i bëhen të zgjidhen nga këta lider. A i delegon për mes zgjedhje, pikrisht për që ato po mohën zgjedhje, që të shqetësimet e ti për mes votës mi borë të këta lider politik edhe subjektet politike. Kosova nuk ka ndonjë krizë kush e di çfarë të jashtëzakonshme, nuk është tash kjo një krizë politike që është prodhuar për shkak të votave, për shkak këto, por Kosova si shtet ka funksionuar. Dhe nëse morrim tash çështjet se ajo është izolume, është dialogu me Serbinë e këto, shteti vazhdimisht ka mi pas sfidat e veta, qoftë në marrëdhëniet ndërkombëtare, qoftë duke u marrë me forcimin e ekonomisë dhe zhvillimit të vendit, e sidomos neve, qeverit tona, që e kanë një problem të trashëguar me Serbinë, qeveri pas qeverie, prej të 99-ës, kur përkundra asaj që janë bo dialogje, janë bo marrëveshje, janë bo ato, Serbia nuk e realizon asnjë marrëveshje. Dhe sot, për shembull, deklaratat e Vučićit para 2 dite e këto, ai nuk thotë që ne nuk do të bëjmë bisedime. Thot do të bëjmë bisedime dhe Serbia është e gatshme për dialog. E kupton çka do të thot kjo mesazh kyç, ky qëndrim kyç që e përdor karshi diplomacisë perëndimore. Ne me trysnin e Evropës edhe të SBA-ve që është aleati ynë dhe aleat strategjik edhe shtetet mike evropiane, vazhdimisht i kanë bo presion qeverive të Kosovës, pa dallim, që të pranojnë të nënshkruajnë një marrëveshje me Serbinë. Ai asnjë nuk e realizon dhe në fund thot, unë jam i gatshëm për kompromise. Kjo pyetje shtrohet shumë logjikshëm, çdo analisti, çdo politikoni, edhe qytetari thjesht. Deri kur duhet bëjë kompromise Serbisë dhe cilat qenë ka kundër vlera që guxon një udhëheqës politik për më shku ma tutje në emën të kompromiseve. Dhe pastaj nëse thuhet se kemi blokadë dhe izolim nga Evropa, edhe këto duhet analizuar. Nëse izolimi i Evropës vjen, pse si ndërmjetësuese në raportet edhe bisedimet Kosovë-Serbi, pse ti nuk je fleksibil për mi plotësu çeto farë kërkesa për kompromise të reja që i lyp Serbia, atëherë na vjen keq, po asnjë lider politik, asnjë parti politike, asnjë shqiptar patriot nuk guxon të vënë interesat shtetnore, integritetin e vendit, sovranitetin e vendit, mbi interesat qoftë presione, qoftë pa presione, qoftë me joshje, detyre këtyne kjo është, mbrojtja e integritetit dhe sovranitetit.